në Prishtinë, por bashkë me ta është dhe qeni Max, i cili është bërë pjesë e pandashme e kësaj aventure që ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Për këtë eksperiencë dhe për të kuptuar se ku ndodhen deri më tani, ne do të lidhemi direkt me vetë protagonistët Valon Isufi dhe Shpejtim Gashi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Gjithashtu në studio kam dhe kolegën time gazare Erblina Okrashtica. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Erblina. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Në fakt jam shumë e lumtur që po realizojmë këtë lidhje direkte me Valonin dhe me Shpejtimin. Jeni nisur tash e një muaj, afërsisht apo jo, nga Suedia. Na tregoni sa kohë është bërë, kur jeni nisur? Atëherë mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Jemi nisë me 12 prill prej Malmës Suedisë, tani gjindemi në byrshtat të Gjermanisë afër Mannheimit. Pra po i bie më shumë se një muaj. Sa kilometra i keni përquar deri më tani? Domethënë 1050 pak kilometra. Po i bie që edhe që ka mbetur me ardhur në Kosovë. A jeni gjysmë rrugës dikon ajo? Jo, 1/3 e rrugës faktikisht. 1/3 e rrugës. Okej, pas kënit kohë, goxha kohë. Çka është e bukur apo simpatike me vete e keni edhe Maxin apo? Ku ndodhet ai? E keni qitë në gjoma? Max? Edhe Max? Që ku është? Edhe Maxi, çfarë tipi është? Çfarë lloji qenit është? Çfarë race është në fakt, se e ngatrova terminologjinë? Është belg Marinoi. Maxi është staf me 22 qershor, i bën 2 vjet. Është një qen i paparë. Me të vërtetë është shumë unik. Pse nuk u niset vetë? Pse e morët me vete? Me undimat sigurt apo me u shoqënu? Jo, me thonë drejtën më shumë për shoqërim, për me promovu besnikrinë. Edhe tani mas mbrëmje është edhe siguria. Bukur. Po më interesani cilit për juve ke ideja për me fillu këtë rrugtim? Atëherë, unë jam Valoni, kjo shpëtimi. Unë jam prej Mitrovicës, jetoj në Suedi. Shpëtimi vjen nga Klina e Begut dhe jetoj në Kosovë. Ideja ka qenë e imja, gjatë pandemisë së më ka kështu si ide. Edhe tash erdhi ky smeti, domethënë isha me pushime vitin të kaluar, domethënë vitet. Edhe pola me shpëtimin, thash kështu kam një ide, edhe s'kom dyshuar atë pjesë, nuk e kam përkënë e shpëtimit, edhe shpëtimi si shpëtimi, pa mendu dy herë, më ka thonë sa problem Valon, tash e vendosëm për më pret kismet me vazhdu. Sa kilometra po mundi me ecë mesatarisht në ditë? Mesatarisht kemë dikon 26 kilometra, mesatarja është që ecë, po kemi ecë domthonë prej 20 kilometra deri 23 kilometra në ditë. E kur flasin për ecje, çfarë rrugë keni zgjedhur? A janë rrugë më malore, janë rrugë më urbane? Vallai, gjitha llojet janë. Gjitha llojet, me thonë drejtën si sfidë deri tash, domethënë gjatë 1 kilometra e kemi pas sfidën më të madhe, kemi pas rrugë, se po na vjen me ecë shumë magjistrale, domethënë për skejt magjistrale. Po tretor, domethënë. Po ndryshe po ecëm me Google Maps, e përdorëm për ecje. Edhe na karon gjitha terrenet, domethënë mal, fuça, gjitha llojet. Dash besoj që deri në këtë pikë ku keni arrit me pa botën pak më ndryshe, nga një kënd tjetër. Çfarë kënaqësie ju ofron? Shumë ndryshe është. E për natën, ç'është po ja bëni për natën? Apo më dëgjoni? Për natën, ç'është po ja bëni? Apo ju bën konak shqiptarët? Po, për natën, domthonë çdo 2-3 natë dikush na bën konak, dalin na takojnë shumë shqiptarët edhe po na bojnë muni mirë edhe kur po dalin me na taku se lemo, po na bojnë konak. Do thonë ndryshe kemi tendën me vete, edhe se me thonë drejtë na kemi parashikuar me flet në tendë gjatë gjithë rrugës, po fal shqiptarëve
të falenderoj gjithmonë, nuk panalojnë, dhe më thonë, që na ka rom, dhe më thonë, maksimum 3 ditë gjatë eqës, është fjallë, është dhe 3 ditë, faktikisht jemi konë të dikosh, po dalim, po na presin me qindra shqiptarë, po na suportojnë, po na përkrojnë gjitha aspektet, edhe shqiptarë si shqiptarë, gjithmonë zemër gjanë, i falenderojna shumë. A keni pas oferta prej në njërit të thonë, hajde, po ju qoj me veturë, se fja prejmë një bilet aeroplani zë një lodhë? Po, shumë shpesh, hajde bedjem, hajde se po më dhimni, hajde i kja që bëni, veç pak pjo afroj. Jo, se na dhe me thonë e kemi kështë si kusht, me thonë, se vina morë, na bojnë konak, dhe thët, na që ne për shpijat e tyne, edhe kemi me kusht më na këthyja të ku në atë pikë ku na kanë morë, kështë që nuk dojna me morë asë një metër me transport, kështë që veç në kom, këtë rrugën e kemi vendosë, edhe po, shpesh në thojnë, hajde me kjerë veç pak, vlem t'ju afrojnë, se për në udhimni e ku dhjone, jep një aeroplanit e kështu, po, ja. A keni pas, shpëtime, a keni pas në i moment që këthonë, a ditë që ka hajde, për nalim se jena lodhë? Me thonë drejten, çdo ditë jena më të motivuar. Kurse kena menu pjesën, domethënë dorëzimin. Se shumë për na vesin ai një dërzu, apo dani më dërzu. Po çdo ditë jena më të motivuar edhe me thonë drejten mua më prej biletën e aeroplanit sypi se tut më hip në aeroplan. Cili po ankoni më shumë? Ankesa... Maksi. S'ko di tash... Maksi ndoshta. Maksi e shfrytëzon, veç e shfrytëzon domthon pushimin, ku të nolëm na 2 minuta, më nol kë sankohet, po veç po shën. Na dina A dhe qysh, une na me shpëtim dhe shpesh bojna i gore, thëmë si kur puna martesës, kur të takon dikon, nështë është shumë i keq qifte, ta miratën zote ta bënë më të mirën në botë, ose më të mirën. Edhe na këtë rrugë, me të vërtet për shijojnë, po në do këtë me dole me shëtit peka, kupton. Kështë që jo për diçka, jo për me thëmë, po në me kena motivimin në top. Dhe me thëmë njëra, elhampi zotit, na ka miratën zotit këtë rrugë, që se di, për në do këtë tash për me bojna gojle, kur të kryna këto që ka më butë të tërsanë. Ka rrugë tjera, se keni atë të lashe. Mirë, unë jam kërështare me dita, ka edhe të tjerë që i keni taku rrugës, që kanë ndo një mision të tilë, ecje? Me ecje, jo. Me ecje, këna taku. Me bicikleta këna taku. Me bicikleta, po. Në rrjetet sociale e kom pa në TikTok që keni nda një video ku një natë me sigurisë një ditë e keni kalu në një kasole të vjetër. A na të regoni pak për këto pjesë që ju i sheni si kurse këtë kasole, apo shtëpit ndryshme, apo kafsh ndryshme që ndoshta si keni pa ma herët, edhe pjesa tjetër e njerëzimit, na që jetojmë zë mësë në Kosovë nuk i dim që ekzistojnë? Dhe me thonë me jetë së në gomë, shumë mire të cekët edhe jo. Se une dhe me thonë, othej shumë, po foli, në pjesët normale kështë, othej shumë me kjerë në për gjithë Evropën, edhe më karo, po qa kemi pona për qëto 6 javë, me thonë rrugë, po në me edhe 60 vjetë njerë nuk ishe, se ndrysh është kur othëton me kjerë, ndrysh është kur të rrugëton në komë. Dhe që kemi po me të vërtet qytete shumë antike, kemi po objekte shumë të vjetra, 700-800 vjeqare, edhe... Kena po vene rruga liqej dhe mund që... Cila ka qenë... Që ka ndodhe? Dikur me një qenë, du të me largu Maksin. Aha. Jira më sysh. Jo, po është pak kështë reagon, kur të kalen dhe kështë me qenë, s'po dhuna pak. Mirë, a keni pas do një problema e një riziku gjatë rrugës, do njerë? Për rreziki maj modhe është për që shëtësek i valuni dhe ma herët për i vetura, dhe ma honë në registrole, kjo është rreziki maj modhe. Për kofsh tegra, kena ecë dhe notën, dhe ma honë, kena pos një rast, kur ka pos derra tegra, kena pos shumë ofër. Me thonë drejtë në më shumë të kemë pos frikë puna Maksit, dhe më spesulmujnë Maksin se kjo ragaj. A keni pas në i ditë që ju kam bet në mendje që ka qenë me vështirë se sa ditët e tjera? Po e në kohën do ditë, me thonë drejtën, kër jemi njës prej Malmës,
ka qenë një ftoft shumë i madh, edhe lagështia ajrit ka qenë shumë e lartë, se kemi flejt, dhe me thonë Danimark, kemi vonë 9 ditë me kalu Danimarkën, edhe na ka ra vetëm një natë jemi konë konak, që me thonë të shqiptarët, kurse 8 ditë kemi kalu në tendë, edhe ka qenë një ftoft edhe një lagështia ajrit e jashtëzakonshme. Dhe me thonë ka ndodhë një 2 herë, që se akor, kur jemi qu për i gjumit, dhe me thonë kretë komplet krevatët, madrasat, si me thonë, me jastaka, me kretë nuj, dhe me thonë kemi flajt nuj 2 natë që në konë që ato nuk harronë. Mos t'junin familja se pi brengasni. Ka kalu tash, e ke problemin e nëzet. Edhe për në me që ato djavët e para kanë qenë mas fiduse dhe të deri shtash, edhe puna e komve, edhe normal, edhe më ke trupi e kom të kështë, po tash dhe mund i kena kalu ato kriza, tash po fluturojna. Sa par atlete i keni me vete? Ka 2 parë. Ka 2 parë. 2 parë i kena të mund për kur të shkuha me shi, edhe kur të shkuha normal shkuha në cilë. A jenë prish? A jenë në gjendje të mirë? Bajage këto që përdorëm dhe mund, kur nuk bjen shi, këto 2 verës, i kemi ka nisë dhe thët veç i kartë ku hami në ru. Shpresojmë që arrinin në destinacionin e parë ku keni ndonjë shopping center të paktën me indru, ose ndoshta kujdesin edhe ata që marrin konak. Jo, me thonë drejtë, na kina me vendosë me shpëtime në asë, si ndrojnë teshat, asë këpucat, që shto kina me marë ftyrën në tjetë të këta, ndoshtë në dhe kina me zdotën, gjithë shka kina me bojë, heqë në dorë ty, në Zvicër në thanë me këtë pumas që ju pranojnë, me zdotën dhe që të fillojnë ta. Me që jemi të destinacione, po më interesan, kur parafërsisht mundi me arrit të destinacioni final të Kosova? Atëherë na kena para po dikon 4 deri në 5 muaj këtë rëktën. I kemi mbi 3.000 kilometra. Dhe që po besojna, na kena para po në mujnë gusht, dhe thët mes ka mesi gushtit, që aty dikon e kena para po me mëri. E me qka ke vendos me u këthy mas nej? Mas nej du me ecë kështë për mas, mraftë, kur të kena bëjmësove. Shpejtimi sigurt me vetur ose me autobus? Jo, shpëtimi rrën në Kosovë. Do me nejtë në Kosovë, ku me jetu? Jeta në Kosovë, ja, dhe me thonë me vetur, normal, se kam edhe maksin, nuk kam e marë për Suedi edhe kështë që me vetur. Mirë shumë. Do të pra po planifikoni me të njëjtat tesha me shku në Zvicër, me këto që i keni në trupa. Ja, do të mi vetë ta shqiptarë, ja, po vëjna pak e gore se... Edhe unë. Po, ha pas hapim. Lëgë junë. Shumë bukur. A keni ndonjë emision veçan mbrapa këtij udhëtime? Apo thjesht po e bëni vetëm për qefin tuaj? Do të thotë kjo është realisht sfidë personale, po për një me, dhe me thona qysh para se me fillu me ecë me shpëtimin, këtë rrugtim, e kemi të sekë që na po kena qep edhe po dojna me që një mesazh të kretë shqiptarët onë në banë, me onë zirë thjesht më të mirën njerëzve, me aktivizu pak njerëzit, se për një me kena ngell shumë pasiv kohët e fundit, në përgjësi me thonë, edhe me thonë njerëzve që vujnë prej sfidave, prej sprovave, prej smujeve të lajlajshme, që me thonë mësë dorë zëni, para të arsye faktikisht e kemi zgjedh edhe ecjen, edhe me qënë me motivim, me motiv njerëzit, sikur që thujnë na gjithë hap është një fitore për të tonë, edhe thjesht po rrugtojna bashkë me këtë shqiptarët e botës. Po familjar që shepretën këtë... Më falë. Edhe shumë shpejt këtë do marrim edhe iniciativa humanitare gjithsesi. Shumë mirë. Po më interesant pjesa familjarve, që shepretën këtë vendimin e juj? Apo shqetësohen, apo ju telefonojnë? Me thonë drejten, kur unë për veti po folin një herë, kur i kom thonë grusë është kështu, tha, unë e tha e dita që nuk jeti bashkë ta mënë, veç bashkë për që shtu, tha, shtashe mura vesh. Jo, mirë shumë. Unë e kem posta pa përtojën e ty ne i shkon probleme dhe si shkon që ka që letë, kem posta përtojën e familjes prej fillimit.
Unë ju dëshiroj rrugtim të mbarë, shpresoj që kam ju shku si më së miri, uroj që me ndru sa më para atletët, sepse besoj që kohënve i duhet rehatia dhe komoditet në mënyrë që me mri në cak, ashtu që ju keni planifiku shëndosh e mirë, edhe ju përshëndet shumë, ja i më rëhoni herë pas herë se kemi dëshirë me ju përcjell në vazhdimësi gjatë këti udhtimi, këti misione. Faleminderit shumë për mundësin, për interesin, për na vjen shumë mirë, që na dhat mundësin, edhe i bëj thirrje krejt shqiptarëve më na përcjell në TikTok, do të thotë hap pas hapi, që të bujna këtë rrugtim së bashku, se ka do të thotë asnjë ditë nuk është e njëjtë, çdo ditë prej ditës tjetër. Edhe na kemi lënë qëllimisht dhe më thonë me ndodhë gjonat spontanisht, kështu që nuk kena shambë na sonte, nuk e dina ku nalëm, veç ecëm edhe është gjithçka transparent, me thonë, jemi shumë kohë live në TikTok, do të thotë shumicën e kohës, kështu që po rrugtojna bashkë. Edhe çështja e mia që na përcjellin, domethënë krejt kush na përcjell në TikTok janë familjarë. Na përcjellin fëmijë, veç krejt që mas por na përcjellin familjet tona. Kena në dosh me bo diçka më ndryshe edhe për TikTok. Po, shumë mirë keni bo. Unë ju pres në studio. Po. Jetë pak prom notën deri në 2 notës puna në zetit. Po duke pak edhe si përgjëm shumë se duke. Jo, mirë po dokni shumë krasim që shkeni ecë që një muje gjysë, mirë jeni shumë të udokë. Për ndrysha, ju presim në studio, kur dhe që të mririn në Kosovë, pas 5-6 muajsh, pas 3-4 muajsh, unë ju pres në studio më nga të regu këtë eksperiencë jashtëzakonshme. Me të njëjtën veshje. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Knaqësi, shumë faleminderit. Ciao, tung. Faleminderit shumë Erblina që ke qenë gjatë kësaj pjese. Faleminderit ty. E kemi përjetu besoj një eksperiencë simpatike dhe shikuesit uroj që ta kenë marrë atë energjinë që e përquan shpëtimi dhe valon, ndërkohë do t'i përcjellim edhe në udhëtimin e tyre derisa të mrijnë pra nga Suedia në Kosovë me këmbë, por po e përcjell tash Erblina sepse po i pres Agonin dhe Blerinën.